Joani Smyrtollari, nxënës i klasës së 11 në drejtimin hoteleri turizëm në Shkollën Profesionale Shërbime në Korçë, ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm, duke fituar medaljen e bronzë në lojrat olimpike speciale dimërore në kategorinë ski alpine. Pavarësisht aftësisë së tij ndryshe, Joanis ka treguar përkushtim dhe pasion si në sport ashtu edhe në shkollë, ku spikat në orët e praktikës në kuzhinë. Shumë mirë, të në shërbitje, ku na që në shokët e tëra, qirat. Fitove dhe çmime? Po, vendi 3, vendi parë dhe vendi 8. Vendi ishte pak i shpejtë, pak vështirësi kisha dhe në mësova. Ndërkohë këtu në shkollë ke mësuar shumë gjëra? Po, shumë gjëra. Mësuar, jam kënaqur shumë. Çfarë do bëhesh? Uzhinier, tamam. Nuk më doli kuzhina kamarier. Mbështetja e familjes, mësuesve dhe përkushtimi i tij e kanë ndihmuar të arrijë këtë sukses, duke shërbyer si një shembull frymëzues për të gjithë. U zhvillua një projekt për nxënësit me aftësi të kufizuara, mësuesi fizikulturës, në bashkëpunim me mësuesin e shkollës speciale, shpreh dëshirën që dhe Jani të ishte pjesë e këtij projekti. Mori vendin e 3 medalje bronzi, vend të parë medaljare dhe një vend të 8. Ndërkohë që para 2 muajsh, ata zhvilluan dhe një garë në Çeki, ku Jani arriti po të njëjtat rezultate, fitoi medalje. Ne normalisht që ndihemi shumë krenarë, pasi puna jonë del në pa, po edhe aftësitë e djalit. Joanis është dëshmia e qartë e rëndësisë së përfshirjes dhe mbështetjes së nxënësve me aftësi ndryshe, duke u dhënë mundësi të zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre në fusha të ndryshme.